Boksierët shkodran janë rikthyer përgatitjeve në palestrën e boksit të Vllaznisë. Pas një periudhe pushimi, fokusi tashmë është te dy veprimtari të rëndësishme, njëra kombëtare dhe tjetra ndërkombëtare. E para ka të bëjë me kampionatin evropian të boksit olimpik, që do të zhvillohet në Sofje të Bullgarisë. Pjesë e ekipit kombëtar, i cili përbëhet nga 4 boksier, do të jetë edhe shkodrani Arion Kajoshi. Trajneri i Vllaznisë dhe i kombëtares Lazarin Vila, i cili do të shoqërojë Kajoshin në Bullgari, flet për përgatitjet dhe formën sportive të kampionit kuqeblu. Po mund të them që kemi në një 2 javë që jena full stërvitje seriozisht, sepse periudhë verët normalisht edhe sportistët kanë nevojë për pak qetësi, pak relaksim. Tash në 2 javë stërvitjet kanë shku, stërvitja është në rritje, është të shku mirë, siç e thatë edhe ju, jena tu përgatit për kampionatin evropian, ku do të marrin pjesë Arion Kajoshi. Ky kampionat do të zhvillohet në Bullgari në muajin mes të shtatorit dhe shpresoj për një rezultat nga ana e bokserit tonë. Nga Shkodra po, është i vetmi boksier, nga Shqipëria jo, sepse është edhe Zeneli, Ariol Zeneli, Alban Beqiri e Ahmet Koçi. Pra do të shkojnë 4 boksiera nga gjithë Shqipëria me përfaqësuar ekipin tonë kombëtar në kampionatin evropian në Sofje. Faktikisht nuk ka 2 disiplina janë, amatori dhe profesionizmi, është e lejueshme deri para diçka ndoshta 10 vjetëve nuk ka qenë e lejuar që kush ka lënë bokser profesionist mori kthy edhe herë në boksin amator, por ky rregull është hek dhe për njëjtë është të lehtë që mundesh me balla në boksin amator, po ashtu edhe në boksin profesionist. Po pavarësisht mandaj se stërvitja ndryshon për boksin amator është më intensive, kurse për boksin profesionist është stërvitje më e zgjatun dhe më rezistente. Por kjo nuk është se prish punë jo për boksierët shqiptar, por për gjithë boksierët në botë. Ndërkohë, sa i takon kampionatit kombëtar, trajneri Vila bën të ditur se këtë vit do të bëhet në Tiranë, megjithatë, siç thotë, kampionati ka me qenë i vështirë, por unë kam përshtypjen dhe them që do të çojmë kupë. Do të fitojmë kampionatin 28, do ta marrim në Tiranë. Do të jetë një ndër kampionatet më të forta sepse siç thatë edhe ju, kena pretendenta studenti, Tirana, Partizani, Flamurtari, Vllaznia. Pra këtë vit janë 5 ekipe të forta, të cilët kërkohen për me fitu kampionatin. Edhe pse këtë edicion, ndeshjet finale do të zhvillohen në Tiranë, Vllaznia, e drejtuar nga kryetrajneri Zef Gjoni, ka si objektiv fitimin e titullit të 28 kampion.